Seanca e sotme plenare në Kuvend ka nisur me tone të larta dhe debate. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, Gazmend Bardhi, që në fillim të seancës kërkoi llogari për shtyrjen e raportimeve të institucioneve të pavarura për Kuvendin e ri. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha kërkoi futjen në rend të ditës të zgjedhjes së avokatit të popullit që është kundërshtuar nga kryetari i grupit socialist Niko Peleshi dhe Tauland Balla, që theksoi se ka një procedurë që duhet të ndiqet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në fjalën e tij vazhdoi me akuzën ndaj Partisë Socialiste dhe kryeministrit Edi Rama, që e quajti Ramaduro i Evropës. Gjithashtu Berisha ironizoi dhe deputetin socialist Petro Koçi, me të cilin edhe debatoi, pasi i tha se kartelet e nxorën nga parlamenti, se Koçi nuk do të jetë pjesë e Kuvendit të ri. Berisha përmendi po me ironi edhe dy deputetet e reja të Partisë Socialiste, Sara Mile dhe Zegjine Çaushi, duke i cilësuar si produkt i farsës më të shëmtuar elektorale në historinë e Shqipërisë. Ju nuk festuat dot fitoren kallp me fars, sepse këtë verë në Bruksel, në Strasburg dhe të gjitha forumet ndërkombëtare u damkosët si një grup i shkrirë në një me kartelet e drogës. Petro, kush të nxori ty nga parlamenti? Kartelet të nxorën, ta them unë ty. Unë e di që do dalësh këtu do thush jo e këto ato, po ato të nxorën. Se po të kishe qenë i tyre nuk dilje ti. E do t'a japish, po s'ke që jep fare, se e automat. S'ke asë gjë që të jep, që të thush ti. Se ti do thush atë që kanë programuar. Fol s'fol një lloj flet. Ndaj dhe në qoftë se në Shqipëri, ku është ajo Sara? S'është këtu, as Zeqineja, s'janë këtu ato. S'kan ardhur akoma. Sali, ti je i fundit në Republikën e Shqipërisë që mund të flasësh për zgjedhje të lira. Ti je kampioni i vjedhjes dhe i grushtit të shtetit të 96-ës. A e mban mend çfarë i ke bërë ti, kryetarit të Partisë Socialiste Librasht dhe kryetarit të Partisë Socialiste në Bulqiz, në zonën që kishit shpikur për Azemajdarit. I masakruat një rraje barbare me bandat tuaja elektorale. A e mban mend çfarë i ke bërë komisionerëve të Fierit? I keni rraur dhe i keni nxjerr nga qendrat e votimit. Ti e burgose Fatosnano për politikë. Dakor, dhe mos fol më për zgjedhje. Ti je në të njëjtën frekuencë, në të njëjtën val me Maduron, duke akuzuar shqiptarët sikur janë mafia ndërkombëtare, e karteleve dhe bandave të drogës. Turp të kesh.